Ndërkohë, kryeministri Edi Rama foli sërish në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pak orë pas vrasjes së kreut të Hezbollah në Beirut. Ai thotë se Shqipëria raditet pro-Izraelit dhe ka raditur Hamas tek organizatat terroriste. Por ai thotë se Shqipëria qëndron zgjidhjes mes dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës, duke i qëndruar linjës së shtetit shqiptar që ka njohur atë si shtet prej më shumë se 4 dekadash. Fajson Hamasin për luftën, duke i quajtur gardian të burgosurve brenda një burgu. Megjithatë, kryeministri shpreu bindjen se përballja me sfida të tilla i ka bërë kombet tona më të forta. Jam plotësisht i ndërgjegjshëm për elefantin në këtë dhomë. Nuk është e lehtë të zhvillosh një takim të tillë në sfondin e dhimbjes dhe vuajtjes së Hamas, që sulmi masivisht vrastari 7 tetorit i solli popullit të Izraelit, por edhe dhimbjen e vuajtjen e Hamas që lufta në Gaza, po ju shkakton shumë palestinezëve të pafajshëm. Vendi ynë u nderua në New York për strehimin e hebrejve gjatë Holokaustit. Në një fjalim të gjatë, kryeministri kujtoi krimet e komunizmit, duke i paralelizuar me dhimbjen e hebrejve, që u përballën mes pastrim nga regjimi nazist. Gjatë Holokaustit, kur udhëheq si nazist, thiri krerët fetare politik në vitin 1943 në Berlin për të kërkuar një listë e hebrejve dhe Floririn e tyre, përfaqësuesit tanë ju përgjigjen. Floririn mund ta merrni, ata jo. Edhe disa seanca negociatash nuk i bën të ndëronin mendje. Floriri është i juaj, merreni, hebrejt janë tanët, e do t'i mbrojmë. Por kryeministri Rama pranon se lufta në lindjen e mesme nuk mund të përfundoj pa dorëzimin e pengjeve. Shqipëria ka votuar më shumë se një herë në Kombet e Bashkuara pro armëpushimit të menjëhershëm, por ndërkohë nuk kemi dyshuar kurrë që armëpushimi, i cili nuk përfshin lirimin e të gjithë pengjeve, nuk është vetëse inkurajim për Hamasin. Në fund të fjalës së tij, shefi i qeverisë shqiptare u nderua me një medalje nga lëvizja antisemitizmit, për të cilën u shpreh se do ta marrë me vete dhe kur të përfundoj detyra e tij si kryeministër. Premtoj se do ta vendos në një vend në zyrën time, por të premtoj se do ta marr me vete, edhe pasi të përfundoj detyra ime si kryeministër. Këtë medalje do ta trashëgojnë edhe fëmijët e mi. Pas 2 javësh në Tiranë do të mbahet mbledhja e dytë ndërministrore mes Komisionit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare për integrimin, pasi Shqipëria kaloi fazën e radhës për disa kapituj. Pritet që në mbledhje të hapet diskutimi edhe për 5 kapituj të rinj. Agenda do të diskutohet edhe në Komisionin e Integrimit, por për momentin ajo mbahet në zyrën e kryetares Jorida Tabaku. Shqipëria pritet të hapë grupin e parë të kapitujve për anëtarësimin në Bashkimin Evropian në 15 tetor. Hungaria, e cila mban presidencën e Bashkimit Evropian, u ka dërguar një letër vendeve anëtare të bllokut, ku theksoi se Shqipëria i ka përmbushur kushtet e nevojshme për hapjen e këtij kapitulli, i cili ka të bëjë me të drejtat themelore. Draft dokumenti i grupit negociator do të shqyrtohet nga Komisioni Parlamentar për Çështjet Evropiane. Me këtë dokument, Shqipëria do të prezantohet në konferencën e dytë ndërqeveritare, e cila me shumë gjaz do të duhet të mbahet po në 15 tetor. Në përputhje me procedurat dhe afatet e Bashkimit Evropian, dokumenti pritet të dërgohet pranë Bashkimit Evropian brenda një kohe shumë të shkurtër për t'i hapur rrugë procedurës për çeljen e negociatave për grupin e parë të kapitujve themelor dhe organizimit të konferencës së dytë ndërqeveritare në mundësinë më të parë. Shqipëria përmbushi me sukses procesin screening për 6 kapitujt në Bruksel, duke plotësuar detyrimet për çeljen e kapitujve të parë, përfshirë zbatimin e reformës në drejtësi, luftën kundër korrupsionit, dënimin e ish-zyrtarëve dhe politikanëve të përfshirë në blerjen e votave, apo progresin në reformën administrative. Sipas raportit të Komisionit Evropian, Shqipëria po ashtu ka bërë progres në ristrukturimin e të gjithë sistemit të drejtësisë, përfshirë vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu në raport citohet edhe puna në luftën kundër korrupsionit. Shqipëria ka zbatuar një reformë thelbësore në drejtësi që nga viti 2016. Po përgatitet një strategjie kundër korrupsionit për 6 vite, nga 2024 deri në 2030. Është rritur numri i personave të cilët janë hetuar apo dhe dënuar për korrupsion. Kuadri ligjor po jep rezultat në proces. Bashkimi Evropian ka vendosur që pas çeljes së negociatave në 2022, me një rrugtim të përbashkët me vendet e Ballkanit Perëndimor,
Shqipëria do të vazhdojë rrugtimin e ndarë nga Maqedonia e Veriut. Sali Berisha thot se burgosja e pritshme e Ervin Saljanit është një akt lufte që PD do t'i përgjigjet me luftë. Ai ka ftuar ata që ai ka quajtur trimat e partisë që ta nisin ato në protestën e datës 6 tetor në Tiranë. Por Berisha thot se PD nuk do t'i shmanget zgjedhjeve politike të vitit të ardhshëm. Burgosja e Ervin Saljanit ishte një akt lufte. Partia Demokratike reagon me organizimin e një proteste kombëtare pas dënimit me një vit burgim për Ervin Saljanin. Sali Berisha thot se kësaj lufte Kampi Blu do t'i përgjigjet me mosbindje civile. Unë jam sot këtu para jush për të deklaruar se Partia Demokratike do t'i përgjigjet këtij akti lufte me qendresën më të fuqishme, qytetare, me mosbindjen më të fuqishme civile, se kjo parti as nuk kalon në klandestinitet, as nuk shmang proceset zgjedhore. Ndonë se ky grupim ka paralajmëruar me herët protesta kombëtare kundër qeverisë, tani më kanë caktuar një datë zyrtare për tubimin e tyre, nxitur nga arrestimi i deputetit demokrat Ervin Saljani. Do rikthej Shqipërinë në proceset e zhvillimit dhe integrimit të saj. O sot o kur, demokrat i jeni të ftuar, ti përkushtohi me çdo gjë kësaj beteje vendimtare për fatin e Partisë Demokratike. Përçarja e opozitës dhe skenarët e mëparshëm me kaos dhe mungesa në sancat parlamentare, apo tubimet me 10 persona, nuk kanë krijuar përplasje me qeverinë, por vetëm mes demokratëve. Ekstradohet nga Italia një 33 vjeçar shqiptar i akuzuar për përndjekje. Ai u arrestua në Itali pas 5 vitesh i shpallur në kërkim nga drejtësia shqiptare. 33 vjeçari në vitin 2019 duke u prezantuar si një shtetas tjetër, kanosi një vajzë që t'i dërgonte video intime. Vitin e kaluar ndaj tij gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale përndjekja. Dhunohet një polic i burgut 313 në Tiranë. Agresorët e sulmuan kur dolin nga mensa në mëngjes, ndërsa i kanë marrë gardianit edhe armën e shërbimit. 36 vjeçari tha se dhuna ka ndodhur për shkak të detyrës së tij. Policia ndërkohë po heton edhe ndonjë konflikt të mundshëm të gardianit. Një punonjës i policisë së Burgjeve është dhunuar në orë të para të mëngjesit të së shtunës nga 3 persona të pa identifikuar. Autorët kanë qelluar me sende të forta dhe me shkop bejsbolli 36 vjeçarin Arbër Labi dhe në momentin që ai ka nxjerrë armën e shërbimit për t'u mbrojtur, ja kanë marrë. I riu është transportuar në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ndihmës së parë mjekësore, 36 vjeçari ka lënë edhe ambientet e spitalit. Në dëshmim paraprake, efektivi i policisë së Burgjeve ka treguar se nuk ka mundur të identifikojë ndonjë prej autorëve, të cilët pas ngjarjes janë larguar me një foristrat të bardhë. Nga ana tjetër ai ka pretenduar se dyshon që sulmi të ketë ndodhur për shkak të detyrës. Megjithatë, hetuesit po verifikojnë edhe pistat e ndonjë konflikti me persona të tjerë që nuk ka lidhje me detyrën që ai ushtron si efektiv në burgun 313 në kryeqytet. Nga verifikimet e policisë ka rezultuar se 36 vjeçari Arbër Labi punon privatisht edhe në lokale nate, ku dyshohet se mund të ketë patur ndonjë konflikt me autorët. Të zemrës mjekët kardiokirurg në spitalin Nën Tereza u bën apel qytetarëve të bëjnë kontrolle mjekësore, duke ju referuar të dhënave mbi rritjen e urgjencave kardiake dhe uljen e moshës që preken nga problemet e zemrës. Mjekët sugjerojnë të paktën një eko apo një elektrokardiogram. Shumë shqiptarë kanë pak ose as pak kulturë shëndetësore. Shkojnë tek mjeku kur shëndeti ju është përkeqësuar. Në ditën botërore të zemrës, shefi i shërbimit të kardiokirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, Altin Veshti, tregon rastin e një 45 vjeçari dhe bën thirrje për kontrolle mjekësore. Vetëm këtë javë që kaluam, unë operova një djalë 45 vjeç që vinte nga sanatoriumi, i cili kishte kapja në kohë e problemit shmang ndërlikimet. Nëse i keni mbushur të 40-at,
Mjeku sugjeron të kryeni të paktën një eko apo një elektrokardiogram për të parë gjendjen e zemrës suaj. Çdo njeri Mia, mënyra e jetesës dhe sëmundje si diabeti dhe hipertensioni, sipas mjekëve po ndikojnë në shtimin e personave që vuajnë nga zemra, ndërsa shqetësime të tilla ata thonë zemra zë vendin e parë për sëmundshmërinë, por dhe humbjet e jetës në popullat. Në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, vetëm vitin e shkuar janë paraqitur 1900 urgjenca kardiake. Turistët e huaj qëndrojnë më gjatë në Shqipëri. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë 7 muajve të parë të vitit, Shqipëria regjistroi rreth 3.8 milion net qëndrimi nga të huaj, duke lënë pas Malin e Zi dhe Maqedoninë. Turistët e huaj kanë qëndruar më shumë ditë në Shqipëri për të pushuar gjatë këtij viti. Kjo konfirmohet nga shifrat e publikuara nga Eurostat për periudhën janar-korrik 2024. Rezulton se në total turistët e huaj kanë qëndruar në vendin tonë për gjatë kësaj periudhe 3.8 milion net qëndrimi, ndërsa ekonomia shqiptare ka përfituar 1.9 miliard euro vetëm në 6 muajt e parë. Të ardhurat dhe shpenzimet nga shërbimet e udhëtimit janë rritur respektivisht me rreth 25% dhe 27% në terma vjetor, ku rritja e numrit të udhëtarëve ka qenë faktori përcaktues, por në të njëjtën kohë shpenzimi ditor është vlerësuar në rritje, ndërkohë që vetëm turistë huaj në janar-korrik janë regjistruar 6.3 milion. Shqipëria rezulton se ka lënë pas Malinë e Zi, e cila regjistron 2.9 milion net qëndrime nga turistët e huaj, dhe Maqedoninë e Veriut, ku turistët kanë qëndruar vetëm 1.2 milion net për periudhën janar-korrik 2024. Niveli më i lartë i kohës së qëndrimit është regjistruar në Kipro dhe më e ulta në Poloni. Në tremujorin e dytë të vitit 2024, sipas Eurostat, pati 780.1 milion net qëndrime dhe akomodime turistike në të gjithë vendet e BE-s, me një rritje prej 0.2%, krahasuar kjo me të njëjtin tremujor të vitit 2023. Dhe ishte gjithçka për edicionin e mesditës. Qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, dhe sintonizoni në 105 FM. Bashkë ndajmë këtu.